Atëherë, si që kemi ardhën, tu, e kemi marrë nga kafazi, ka bërë nevojat, ka bërë një xhiro të shkurtër, dhe tani me litar e afrojnë tek pista. Hajde. Fusim në pistë me litar, Arlo zakonisht këtu ulet ose shtrihet, dhe unë do ndez pistën. Fillimisht unë do shtyp start dhe pastaj do shkoj tek speed, që është treshi, se kështu funksionon kjo pista jonë. Dhe pastaj do t'i ul shpejtësinë tek dyshi, 2 pikë pak, do shoh sa i egzaltuar është apo sa qetësi i duhet Arlos. Momentin që unë ndez pistën, në një kohë filloj dhe rretulloj litarin te kjo pjesa këtu, që është si shufër, në mënyrë që Arlo të ri këtu në mes. Arlo, këtu. Filloj, bëj në start. Dhe pozicionoj Arlon këtu. Rritë treshi. Edhe kërkuj që Arlo fillon dhe ecën pak më shpejt. Unë filloj litar. Edhe avash e ull deri në një farë shpejtësie që është ideale para. Shpesh Arlo ka këtë mani që vendos putrat këtu, edhe doj që të vëndjeki mua në trup. Unë çfarë bëj, rritu në mes, mund të marrë një stol, apo mund të pick-upën këtu, rahat. Në të që Arlo ecën, do ta ullë dhe pak, ta bëj tek 2 ose 2.1. Vazhdi se si ndjehet Arlo. Mirë është të jetë një ecje e qetë. Arlo dashka më shpejt. Një ecje e qetë sepse duaj që t'ja ullë energjinë aq shumë, sa ta kem gati, pastaj të jeti qetë tek vendi, tek krevati apo tek kafazi, varet se çfarë përdor për këto momente. Tani, pistën mund të përdorim kur bie shumë shi dhe nuk e nxjerrin dot gjatë. Mund ta përdorim kur është shumë nxehtë, për shembull tani që po vjen vera. Edhe normalisht edhe gjatë ditës me fragmente të shkurtra, 10 minuta, çerekore, 20 minuta maksimumi, shpesh apo. Dhe në këtë mënyrë i vë edhe mendjen në punë, edhe trupin. Se për shumë tani këto që po bën ai janë akoma shenja egzaltimi, edhe duaj që të arrini një farë indiferencë ndaj me dhe ndaj gjërave që ndodhin në rrethot, që ta kuptoj që ai është shumë i qetë. Trupi është akoma duke u tundur, duke bërë të wiggle. Jam akoma duke pritur që ai të shqetësohet totalisht. Tani, kur e vë gjendjen në pistë, kjo të jep shumë liri që të bësh shumë gjëra, por si fillim, nga që ky është i vogël dhe sapo e kam mësuar të pistën, nuk është mirë që ta lëm vetëm këtu edhe të ikim nga krau tjetër i sallonit, sepse do patjetër mbikëqyrje, përveç se ai na kërkon ne, po duhet që t'i tregojmë që duhet jetë i qetë këtu dhe nuk duhet ta egzaltojmë. Maksimumi çfarë mund të bëjmë, që ai të ecë drejt dhe të mësoj që mund të rri këtu tek kjo linja, është t'i vëm një tric ose ushqim në shtëpi, një diçka që pëlqen. Dhe pas sere i jep dhe i thua bravo Arlo. Dhe ai do të vazhdoj të jetë në këtë drejtim. Qa mund të bëhet tjetër është të vihet një barierë këtu dhe këtu, këtë pjesa pra jashtë dhe anash pistës. Në ato që janë një X-Fence ose atë playpenin që ose e ke, dhe do ta përdorësh për të punë, mund ta vendosësh edhe rrethon dhe ai e shikon si barierë dhe nuk lëviz për atë. Pra kjo është shpejtësia, diku ke 2.2, 2.3, mund t'i bëjmë pak incline,
Pra, ta gjisim. Ta bëjmë pak më të vështirë. Ta lodhim. Tani që është më i qetë, mund të t'ja ullim pak shpejtësin. Dhe ta shohim si do reagojë. Shumë. Këto lëvizjet nga dalta të ecjes, normale, nuk i bëjnë as dëm një klyshi. Në sidomos tek pista, në mëson që të ketë një ecje të rregullt dhe të qetë. Që është në favorin tuaj që i keni pistën. Edhe Arla do të ndihet shumë i plotësuar. Bravo Arla.